rolin, atë sa kena mundësine për me lujtë rolin, kupton? Nuk shikon, nuk është diçka po jo duke kalu kufit, kupton? Bravo. Sa ato kanë kriju, bashkë me opinionistat, si Në qoftë se ti hedh akuza, unë dhe jo, ose po. Në këtë rast është jo. Po pra, arbit ka hell ty akuza, jo mu. Pastaj, ajo, Monika më ka hell xixha sysh. Se e kishtë ma shumë për personalitetin tem që si kishtë e pa në herë, kupton? E kuptova. Por në rastin me që i mene dhe akuzat mu, ty ti hedh Stenaldo, ti thot je i dashurum, thot me Juelen, mu mi hedh Matteo, Mali. Pra mu nuk më intereson fare kjo pjesa. Unë do shkoj për para me lojën time, me Selin, me Brikenën, do t'i jem shumë vigjilente, shumë e kujdesshme, sepse e ndjej këtë faktin që ato vetë duan me nxjerr mu një fjalë gabim. Do të thënë janë aty në pritje që unë të bëj lëvizjen e gabume. Sepse nëse ato janë lojtare që kanë dalë më para se unë, ndoshta ju tolerohet në gabim më shumë, mund ndoshta nuk më tolerohet asnjë lloj gabimi. Po nuk du të jemi tip që gaboj sikur duan ato. Sidomos Selin, nuk du fare më të bëjmë fjalë për konotacionet që ajo çdo herë i jep muhabetit ose fjalëve. Sepse nuk du fare të përfshihem në ato lloj diskutimesh. Sepse janë realisht tulta, edhe ajo nuk duan të bëj lojën e asaj të pistë.